Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e dytë të emisionit me pyetje dhe përgjigje nga Real Deal Properties. Ne jemi Armandi dhe Astriti, bashkëthemeluesit e Real Deal Properties. Dhe këtë emision e bëjmë t'i kthejmë përgjigje të gjitha pyetjeve që kanë ndjekësit ta në Facebook dhe Instagram në lidhje me fushën e pronave, kryesisht në Tiranë, por jo vetëm. Kemi marrë përmes emailit dhe komenteve në Facebook shumë pyetje nga ndjekësit tanë. Sot do përpiqemi t'i kthejmë përgjigje një pjesë të tyre, por ju mos u frenoni të dërgoni sa më shumë pyetje. Ne do t'i zbulojmë të gjitha sekretet e industrisë tonë. Astrid, do e bësh të pyetjen e parë, sigurisht e për mua. Po, patjetër. Atëherë, Albania në Albi, kështu është emri, besoj në Facebook është kjo pyetja. Thot, përshëndetje, nëse duhet të shes një biznes, ku duhet të bazohem konkretisht për ta vlerësuar atë? A ka një formulë të përgjithshme? Faleminderit. Arman? Okej. Albi, po drejtojmë Albi, është Albania në Albi, po Albi. Albi, vlera kryesore që ka një biznes janë klientët. Pra, mënyra se si e vlerëson një biznes në botën perëndimore, vinë dhe bëjnë një tash të quajtur due diligence. Pra, të shikojnë se sa klient ka biznesi. Klient flas njerëz që vinë dhe blejnë shërbime apo produkte në mënyrë të rregullt nga ai biznes. Bie fjala është hotel, sa shpesh vinë klientët në hotel, apo është një lokal, sa shpesh vinë lokale, kështu me radhë. Pra, ky është kriteri numër 1. Kriteri numër 2 janë dhe asetet e biznesit pastaj, se biznesi mund të ketë prona në dispozicion, mund të ketë lek të investuara diku tjetër e kështu me radhë, por vlera kryesore janë klientët e biznesit. Ne hasim shpesh në Tiranë lokale që thonë dua të shes biznesin. Në fakt e kanë fjalën që duan të shesin karige dhe tavolina, por ai nuk është biznes. Dhe mora rastin e lokalit se na ofrohen shpesh në këtë drejtim. Ajo që shitet janë të ardhurat e lokalit. Pra lokali vlerësohet bie fjala se sa xhiro ka çdo ditë, 500.000 lekë vjetra, 800.000 lekë vjetra, 1 milion lekë, e kështu me radhë. Ajo është vlera kryesore dhe jo arredimi. Ndonjë ide nga ne? Po, të them që duhet të jetë minimumi një biznes që të jetë pak pra të ketë një afat në një kontrakt të jetë 5 vjeçar, le të themi, ku të ketë sa bilance të viteve të kaluara. Pra, për mendimin tim aty përveç se shitet xhiroja, pra, e konsoliduar, është një lloj si të shkosh në bankë marrësh një kredi. Nga do të thonë, sa vite kem punë ose sa kohë me biznes, më sill pak bilancën që unë shoh, parashikoj se sa të ardhura rregullisht ke, pra mesatarisht. Dhe mendoj edhe një proces biznesi shitet, një proces të cilin e ka asimiluar ai që e ka bërë biznesin, pra është model pune, shitje, biznesi, pra sistemi e zëm një furbuke, mielli, sa korri, sa piqet e tjerë, dhe sa shet, rregullisht për ditë, dhe procesi punës shitet, këto dy element besoj unë. Kemi haroba të përmendja edhe brandimin, po tani në Shqipëri ne nuk para kemi brande të forta. Në perëndim janë dhe brande që kanë një vlerë caktuar. Bie fjala brandi Coca-Colës vlen $30 miliard apo 100 miliard. Brandi Interit. Brandi Interit që është tifoz Astriti vlen, sa vlen brandi Interit? Ato e vlerësojnë 1 miliard euro si të gjithë vlerën, po ka vlerë brandi, pavarësisht se çfarë. Po kur themi brand, kemi fjalën për një biznes që ka shumë vite. Pra që njerëzit janë mësuar, janë rrafur me atë emër Inter, Coca-Cola e kështu me radhë, dhe atëherë ka brandi vlerë. Në Shqipëri bizneset janë relativisht të reja dhe vështirë se flasim dot për fjalën brand. Bie fjala brandi ynë Real Deal Properties, ne besojmë që është brandi numër 1 në Shqipëri, por thellë do duhen shumë vite që ky brand realisht të ngjisi në mendjet e njerëzve. Kështu që pak vështirë me i vënë vlerë brandit në Shqipëri. Po, brandi duhet të ketë pra klient të fidelizuar, pra klient besnik, le të themi. Janë klient besnik që e kanë provu brandin, e pëlqejnë, janë tifoza në thojza. Tifoza, janë tifoza. Ato shiten, sepse ato janë fanatik të ati brandi dhe shkojnë e blejnë aty, do marrë një shërbim apo do blejnë një produkt, shkojnë aty, e kanë zgjidhjen direkt. Kjo është edhe biznesin që ose shiten, që ose ka ata klient, ka fjalagjet që e ka rregullisht aty, sepse shkojnë për vendodhjen, për takojnë me njerëz e tjerë vazhdimisht, shkojnë për kafen aty, për vendodhjen e tjerë, mund të ketë një farë biznesi. Okej. Albi, ne nuk para merremi me shitjen e bizneseve, ne merremi me shitjen e pronave,
Por këto ti tham në respekt të pyetjes që ke dërguar. Real Deal Properties është e fokusuar në shitjen e pronave, më shumë në shitjen e shtëpive, apartamente, private, vila, kështu me radhë. Vim tek pyetja e dytë. Beri Ylber po i referohem. Ju lutem mund të më tregoni sa është çmimi në kompleksin Golden Park përballë SA3, ambient biznesi. Po analizojmë një ambient biznesi te Golden Park që është diku tek Astiri, zona Astirit. Po. Atëherë, përshëndetje Berti. Kompleksi Golden Park, Tirana Golden Park ndodhet përballë me fabrikën e miellit, ku është kryqëzimi. Është pak më poshtë. Le të themi është sapo kalon në kalimin në krahun e majt, është bërë një kompleks aty, vitet e fundit, është ndërtu 4-5 vitet e fundit. Me thënë të drejtën e njoh mirë, akoma nuk është përfundu, pra nuk janë ultimu punët aty, nuk është mbaruar gjithçka, sepse është në vazhdim akoma, një pjesë dhe ka frenu pak kohë të fundit. Tani sa kushton një ambient komercial? Tani varet shumë vendodhi. Ambient biznesi është katin 0, mund ta qym dyqan. Pra se mund të jetë kati 0 apo kati 1. Nëse është dyqan, pastaj kemi për të bërë një analizë tjetër. Dyqani është përballë, është në rrugë. Nëse është në rrugë kryesore ka një vlerë goxha të lartë. Nëse është shikon brenda kompleksit ka një tjetër vlerë. Zakonisht dyqanet vlerësohen 2 fishi çmimeve të apartamenteve. Po, si një tregus. Ambientet komerciale. Por duhet nda kjo pjesa është dyqan apo është ambient komercial në katën e dytë, është zyrë, le të themi. Kjo është për të kuptuar dhe ne na duhen ca informacione shtesë. Megjithatë, nëse është dyqan që shikon në anë të rrugës, fakt ajo nuk ka akses direkt në anë të rrugës, ka te kjo rruga tjetër, mendoj që ka, po them, 2000 euro metri katror. Aq do e vlerësoja. Unë po t'jetë një dyqan i mirë, simetrik, buz, një nga rrugët kryesore aty të kompleksit, se nuk del tek Unazë madhe, maksimumi 2000 euro metri katror. Po t'jetë pak më i futur brenda kompleksit, do shkoja 1700, po nuk do pranoja çmime ku di unë 3000 euro kështu me radhë, se nuk do ishte realiste. Mund t'jetë një dyqan i jashtëzakonshëm, një kënd metra që ka aksesin shumë e pranon 2000, mund të pranoj edhe 2200 xhanën. Po ne jemi duke gjykuar në mënyrë jo shumë profesionale këtu se kemi pronën përpara. Na duhet ca informacion më shumë. Kemi pronën përpara që të t'japim kriteret e vlerësimit. Por kaq sa dim ne japim një opinion të një blerësi, se ne duke qenë se jemi vazhdimisht kontakt me blerësit, me zërin e tregut, me klientët që na sepse fjala pra e vërtetën ta thot tregu, ta thon blerësit për çmimet e pronave dhe këtu jemi pra bëhet fjalë nëse ke për të shitur, mendoj që është çmim afërsisht asaj vlere, edhe nëse ke për të vlerë njëjta gjë është. Kështu që jemi pak a shumë aty. Nëse është sipër katit të parë, pra katit dytë po themi që është për zyra, se nuk e quajmë dot dyqanin katit dytë, si orientim është diku tek 1.5 herë çmimi i apartamentit. Pastaj mund jetë pak më shumë, pak më pak, pozicioni, sipërfaqja, i vogël, i madh, këmbë, nga veriu, nga lindja, janë një shumësi me... Aty shitet diku ka arrit çmimi i apartamentit diku ke 600-700 euro metri katror tani, se ka qenë më lirë në fillim, dhe po themi diku ke 1200, 1000 varet dhe zyra, sa investuar është, se po ishin vetëm tulla, pra varet, duhet të bëjmë një analizë, për të bërë një analizë më të saktë duhet jemi aty që ta shikojmë të kemi më shumë informacione. Absolutisht. Pyetja tjetër nga Syrjan Likcani. Kam një pyetje. Sa kushton një apartament 2+1+2 tualete tek zona e Ysberishtit, pra në Eco Market? Faleminderit. Pra, hajde vlerësojmë një apartament 2+1 me 2 tualete në zonën e Ysberishtit. Sa më në zonën sa është metri katror? Shiko, në zonën e Ysberishtit ka marrë goxha zhvillim kohët e fundit, pra 4-5 vitet e fundit ka pas një zhvillim në atë zonë. Okej. Pra me infrastrukturën, le të themi më shumë, njerëzit ishin ndërtime para 4-5 vite, ishin ndërtime sapo kishin filluar dhe tani janë përfunduar, ambientet e jashtme, lokalet, është populluar, ka kërkesë të madhe qiraje, po t'jap një orientim të tillë. Nisemi te Vlera Qeras. Vlera Qeras aty është diku ke 200-250.000 lekë të vjetra në muaj. Dhe kjo është goxha orientim dhe për çmimin dhe për vlerën e shitjes. Çmimi që mund të shitet, do të blej zotëria apo do të shes? Nuk është e qartë, sa kushton? Pra do të japim një vlerë për metër katror apo një vlerë kështu totale? I referohemi për metër katror sipas zonës. Se mi tregon të japim totale flas për kërkesën e tregut që është sot. Mendoj që një apartament i tillë, forca vlerëse maksimale e një klienti të shtresës mesme,
që ne punojmë zakonisht me të, në atë zonë e vlerëson diku ke 60 deri 70 euro. Po, një 2+1 shtua 100 metra katror. Po. Dhe jemi tek kjo vlerë, këtë duhet jetë me hipotekë, tjetë i përfunduar, normalisht duhet jetë kompetitive prona, sepse ka dhe prona tjera që janë treg dhe klienti që blej gjithmonë zgjedh atë që është më cilësore edhe çmimin e kamera që zgjedhim. Sigurisht. Pastaj do shkojmë ta verifikojmë. Mendoj që të ajo shifër prarë, le të themi 600, 650, 700... Edhe unë aty dori, 700 do t'jetë dhe investuar që t'ketë që investim të mirë brenda, se në Zyberishti nuk para e ha 700-ën, po kur ka investim të brendshëm. 600, 650 është okej. Zyberishti bëhet fjalë këtu, besoj është afrokomunizmi, që është diçka më shtret, sepse është dhe zona më poshtë se quhet harrova si quhet ajo zona më poshtë, aty jemi një 50 euro më lirë për metër katror. Po, nëse shtyesh pak më poshtë. Pra rreth se vlerë jemi. Gjithmonë ju ftojmë nëse doni informacione më detajuara, mund të vim edhe pranë parlamentit të shohim nga për një vlerësim, po. Një vlerësim më të saktë. Me kënaqësi o japim edhe tani, por duhet jemi pak në përgjithësi se nuk kemi informacione shumë të saktë. Bie fjala është apartamenti nga Veriu apo nga Lindja. Nëse është nga Lindja, jugu ka shumë dritë, blem pak më shumë se nga Veriu. Shumë e rëndësishme planimetria. Se po ishte po pati shumë investim brenda, ajo e ka një vlerë shteti. Absolutisht. Pra jemi në këto. Pyetja radhës nga Eltoni. Përshëndetje, do ta vlerësoj një informacion të detajuar rreth tregut për apartamente 3+1. Sa janë çmimet e shitjes apo ndërrimit me një 2+1 dhe të shtosh lek ekstra. Si mendon Vestri? Një apartament 3+1 në zonat ndryshme të Tiranës, mund të marrim në analizë pisa zona. Sa vlen një apartament 3+1? Dhe pyetja ime tjetër është, pse janë më të vështira për të shitur 3+1 se 2+1? Okej, atëherë, me kënaqësi do mundohemi të japim një përgjigje Eltonit. Është pyetje pak e hapur, i them unë, është pyetje jo e hapur, por shumë e hapur. Tani do të fillojmë të marrim një zonë qytetit, po marrim zonën e komunës Parisit. Okej. Sa kushton një 3+1 aty? Në radhë parë herë, për të bërë një analizë, duhet shohim çfarë viti është pallati kush, çfarë viti? Viti 2020-s? Në komunën e Parisit ka filluar ndërtimet të madh diku nga vitet 2000, se edhe shtëpia ime vjen nga ato vite. Domethënë ka pas një val të mirë 2000 deri në 2010, pastaj vala tjetër ka filluar pas 2015-s, që janë ndërtuar. Të bëjmë atë analizën e vjetër apo të re? Shumica e pallateve janë 2000 deri në 2010. Okej. Ato ndërtime shiten diku ke 1000 euro metri katror. Më pak, më shumë, po le të themi 1000 euro metri katror, që janë pallat me ashensor, janë të ndërtime rreth 2010-s, pra është diku ke 10-15 vite ndërtim. Apartamentet 3+1 kanë sipërfaqe, po them unë, 135, tani s'du të gaboj deri 150 metra katror. Po, mund të jetë 3+1 shumë. Dhe po të bëjmë një llogari tani, gjithmonë shitet orientimi duhet me metër katror. Gja ndërtu si shesim me metër katror, por edhe privati shet me sipërfaqe, sepse sa më shumë sipërfaqe të përfitosh të blesh, aq më shumë do pagush, do rritet vlera. Dhe po themi 135-150, po vendosim diku ke 140.000 euro vlerën. Po. Me 3+1-shit. Tani çfarë ndryshimi ka? Pallati është i mirë mbajtur, ka ashensorin, si e ka ashensorin? Ka një ashensor. Zakonisht pallat, se unë njoh mirë atë zonë. Pallatet e tyre viteve i kanë ashensor pak të vegjël. Pra dy veta kur hyni tretin. Po ishin dy të shëndetshëm, s'ka shanse me zonë. Karroza fëmijëve nuk futet. Pak vështirë. Ka vende ku vertikale. Ka vende ku do janë ta bashkë etj. Nëse, pra këtu xhaja ul vlerën pak. Okej. Nga 1000 ja ul. Vatëm 950. 950. Varet investimi që do jetë në apartament. Termoizolim nuk para kanë, 2010 nuk para kanë termoizolim. Kanë qenë ndërtime të thjeshta. Ja ku ulim dhe një 50 që tjetër. Pra nga 1950-900, unë me syrin tim i vlerësoj pallatet e këtyre viteve, se zotëria ndoshta e ka të një viti tjetër, diku tek 900 euro metri katror. Ato kanë marrë vlerë sepse kika në krah fshet me 1200, 1250 dhe natyrshëm ti mendon që zoni si është. Ja japim vlerën e zonës, pra. Po ne mund të bëjmë dhe një analizë shumë të thjeshtë. Pra zona ka vlerën X. Dhe kësaj vlere nuk e heq dot, dhe sikur të jetë pallat më i vjetër akoma, e ka vlerën zona. Po, ka një koeficient. Po çfarë vihet tani?
çfarë kanë bërë ndërtimet e reja që kanë rrit konkurrencën, kompetitivitetin e ndërtimeve të vjetra. Dole në temë, pse pallatet nga 2000 deri në 2010 në Komunën e Parisit shiten 900 deri 1000 euro metri katror, dhe ato pas vitit 2015 se ka pas një periudhë që nuk ndërtoi shumë, ka qenë tregu stagnacion. Pas 2015-16 filluan ato pallatet e reja. Këto pse janë 200 euro më shumë për metër katror? Po, ja ta them unë, viti ndërtimit është më i ri. Dhe pa diskutim tani një pallat një ndërtim 15 vjeçar, një ndërtim 2020-s ka ndryshim. Pse ka ndryshim? Fillojmë që e vendodhja është barazim, okay? Fillojmë me 900. Fillojmë me 900. Pastaj ç'a kemi? Kemi termoizolim. Termoizolim do të thotë veshje nga jashtë e pallatit e ndërtesës për të izolu temperaturat që të dalin jashtë nga shtëpia ose të hyjnë temperaturat e ftohta. Pra për të ngrohtin dhe për të nxehtin, që rrit cilësinë e jetesës. Sigurisht. E rrit maksimal termoizolim. Kurse edhe energjinë. Ke këto tjera termoizolim? Jo. E heqin, jo. Nuk kanë. 2. Vetratat janë dopjo xham. Gjithmonë minimumi janë dopjo xham dhe triplo xham. Te këto tjera nuk janë. Vende, ka tek xham. Mund t'i vendosësh vetë te shtëpia jote, po. Kryesisht e kam vendosur. Okej. Ç'a kemi tjetër? Ashensori. Shumë delikat. Ashensorit e ndërtimet e reja, ne i shohim për ditë dhe janë diku ke 1,5 metra me një... Marrin 6 vetë. Marrin 6 veta. Pra hyn lehtësisht, ashensori nuk është XL, po është L, le të themi, është larg. Nuk është. Ja isha te kika hundje, hym 6 veta. Okej. Këtu ashensori është small. Është i vogël. 3 deri në 4, po 4 vështirë se imi. Ashensori këtu është modern, silencioz, i shpejt, këtu është i vjetër, rënkon ashensori, i frikshëm shkon avash. Po kjo është realiteti, ne nuk duam gjykojmë, po thjesht po flasim realitetin dhe pastaj klienti t'ia vendosi vetë vlerën me anë të këtyre. Ne shikojmë me sytë e blerësit, dhe blerësi kështu gjykon. Ç'a kemi? Ashensori, pallati ka parkim nëntoksor. Këtu no. Dhe kur ka pas këtu mund të ketë një kat. Po dhe kur ka pas, shiko çfarë fenomeni ka ndodhur. Ka shumë minuse. Ca i kanë bë magazina, disa i kanë bë dyqane, ka gjë tjetër elementare, nuk do të gjykoj ndërtuesit se janë shumë herë më të aftë se unë në atë fushë, po unë kam jetu shumë vite jashtë dhe kam punu ndërtim, to vitet e fundit. Dhe elementare, rampa e hyrjes në parking, këto pallatet e vjetra kanë një lloj pjerësie, vëlla. Të zë frega të hysh. Që ty lejherë se po patë makinë tullu ty të has, nuk ka shanse që të futesh, po një pjerësi sigur e kanë të bë me dashje që njerëzit kënë frikë. Si ngjitje në malë. Këto e ke rampën, lehtë, tëmbël, etj. Ashensori këtu shkon ke -1, te pallatet e reja. Shkon deri te -2. Ose te -2. Këtu shumicën e rasteve jo. Ja, do të zgjidhësh. Sepse nuk e di pse e kanë bërë. E kanë bërë me kursy një vend parkimi. Tani komoditeti ku është? Ti merr makinën, shkon me fëmijë, e shkarkon, futesh parking, e shty karrocën në një vend shesht, futesh në ashensor, shtyp katin e shtëpisë, shko te shtëpia. Po. Te ky tjetri, ço makinën ke parkingu, zbret kalamanin atje jashtë, i thon prit këtu, karrocë, ke ashensori, merr, edhe çka kanë bërë këto tjerit, zakonisht kanë bërë një 2-3 shkallë këtu, për të hyrë në ashensor. Sepse i kanë bërë ato 2-3 shkallë nuk e di. Kanë bërë një 2-3 shkallë. Këtu e ke shesh. Këtu ka rampa për njerëzit me aftësi të kufizuar, me aftësi të ndryshme, çfarë dush ti që ti mund shkosh edhe me karrocë, po. Këtu jo. Këtu s'ke rampa. Nuk ka pas atëherë në atë kohë. Nuk kishte njerëz, ishin gjithë super taftë. Tani çfarë kemi tjetër? Kemi te pallatet e reja gjithmonë. Kemi se është e gjatë kjo analizë, po bëjmë sa të mundemi. E di pse kisha qejf ta bëjmë këtë analizë sot, sepse kemi pas shumë, le të themi, shumë komente dhe me drejtë nga blerësit që reagojnë dhe janë të revoltuar nga çmimet e larta që janë. Po. Që janë në Tiranë. Po unë mendoj që një pjesë e mirë e çmimeve është kjo analiza këtu. Këtu del e vërteta. Kemi instalimet hidraulike këtu janë të reja, janë moderne, janë plastike, janë me atë kolektor që shpërndan ujin në çdo vend e tjerë. Këtu se ke, jo. Këtu ke sistem multisplit ose sistem chiller, pra qendror, që do të thotë që nga makina ku ti ke përftofje për ngrohje, e shpërndan gjitha ambientet e shtëpisë dhe ti ke në shtëpi një temperaturë konstante, kjo rrit shumë cilësinë e jetesës. Sigurisht. Shumë.
Pra ke sistem ngroje ftoje, këtu s'ke, këtu maksimumi do shposh murin nga jashtë, do vesh i Janë të gjitha faqet e pallateve të çuara me Pra këtu jo, shiko sa jo ka. Qa kemi, qa mund të themi tjetër, edhe instalimet elektrike, pra gjithmonë vlera e tres është ku diun 10-20% më lartë se sa vlera e kësaj. Hyrja në parking e thamë që është e frikshme me ato, lejër se s'ke parking. Pra nuk e di tani rreshtova mund të ketë mungu në një, por dhe e ku dalën përfundimin? Njeriu ble shtëpi dhe shtëpia është sinonim i reatlikut, që të shkosh nga puna të pushosh, qetësohesh. Pra ato orë që të rish shtëpi ti kesh cilësore, të relaksohesh. Dhe them që po të bëjmë një garë ndërmjet këtyre dyjave, ndërtimit vjetër, për mos me fol për ndërtimet e viteve 1970. Ato do t'i analizojmë një ditë tjetër. Një ditë tjetër se s'kemi kohë. Dhe cilësia jetesës këtu, ma thoni ju ku jetohet më mirë, të ky pallati që është ndërtuar në vitin 2010, 1990 deri në vitin 2000 herë është bë katastrofë, apo ke ky pallati i ri që është tani që ti futesh në shtëpi dhe kursimi energjetik. Sa i madh është kursimi nga izolimi që është këtu? Kursen shumë. Unë jam vetë në shtëpi dhe pagesat, po ja them, pagesat e një apartamenti 2+1 është diku 7.000-8.000 lekë të reja energji elektrike ku nuk kursehet. Pra nuk fiket ndonjëherë. Ngrofja apo ftofja. Pse? Sepse nuk ka nevojë të punoj shumë ngrohja apo ftofja, duke qenë se është termoizolimi perfekt. Ka shumë e rëndësishme dhe kjo kursimi i energjisë. Më kujtu dhe diçka tjetër, po tani më hiku. Paka shumë kjo ishte për mbledhja, pra. Ju arreshtoj dhe ca zëra tjerë. Dhe nuk mund tjetë, tani po të pyes ty. E vlerëson një lloj çmimin e kësaj A-s, pallati i ri po e quajmë A, dhe pallati 2000 po e quajmë B. Më thuaj ti mua, në komunë Parisit, pallati A me pallatin B, ka shanse të jenë me të njëjtën çmim? Jo, s'mund të jenë. Marrim rastin e apartamentit që sapo shita unë po blej një shtëpi të re, dhe ishte brezi i parë i kodrës diellit që quhet. Pra sa hitesh mbi unazën e madhe. Aty të gjithë dalin në shitje me pretendime, ku di unë, dalin me 1100 që të shesin 1000 euro metri katror e kështu me radhë. Ti e ndërgjeshëm që unë dola diku tek 950 euro metri katror, sepse nuk mendoja që apartamenti im vlente 1100 euro metri katror, se ishte ndërtimi i vitit 2003. I dije këto detaje. I dije gjitha këto detaje. Pra unë mund të dilja me 1100 euro metri katror, por thjesht doria në treg shumë gjatë, doria 6 muaj në treg. Do dilje sepse, do thoje zona. Ajo kam zonën. Tani ai tjetri e shet aq dhe jo për të justifikuar veten ne si specialist të tregut, po kemi shumë raste me klientët shitës, të cilët ngulmojnë te kjo, por në fakt vonojnë suksesin e qëllimit që kanë, pra nuk arrin objektivin që të shesin. Absolutisht. Kjo është ideja. Këtë doja të evitoja unë, kur dola me 950 për të shitur me 900-850 euro metri katror, se nuk doja të rija gjatë në treg. Një pronë që ri shumë gjatë në treg, nuk është me apeluse, blerësit nuk kanë me qefta, nuk është rejse, nuk kanë qefta blenë. Dola me 950, erdhën 2-3 veta, dikush e pëlqeu dhe e kam shitur diku tek 890 euro metri katror, që është brezi parë, sa hidhesh mbi urën nga kristali sipër. Dhe e mobiluar. Okej, mobilimi ndoshta kishte një vlerë diku te 5000 deri në 7000 euro, jo më shumë. Dhe me hesabin tim unë të pa mobiluar e kam shitur 830 deri në 850 euro metri katror dhe jam i kënaqur. Pra, unë jam në këtë industri, mund të reklamoj nga mëngjesi në darkë, të veja të bëja video për shtëpinë time, por ajo nuk han. Realiteti nuk i hiket, të vërtetës nuk i hiket. Dhe ne duke qenë se jemi ekspert të fushi, bëjmë për ditë, nuk mund gënjejmë veten. Absolutisht. I ftojmë pronarët e apartamenteve, të cilët kanë plan, kanë afate për të përmbushur, që të reflektojnë pak në këtë drejtim dhe padyshim të marrin një konsulencë nga një agent imobiliar. Cilin të mendojnë ata? Nga realtet sigurisht. Okej. Po nuk është e rëndësishme kjo pjesë, ne jemi ngarë me gjithë, nuk është problem fare, e bëjmë shumë mirë punën tonë, megjithatë nuk është problem. Gëzohemi kur njerëzit shesin apo blejnë, e rëndësishme është që ekonomia të lëvizi, xhiroje, pavarësisht jemi apo si jemi ne. Por nëse ke një apartament për të shitur në qytetin e Tiranës dhe do një vlerësim si ky që bëjmë ne,
Ne kemi të paktën 13 ekspert përveç me Astritit, bëhemi 15 ekspert të mirë filpronave që vinë dhe të bëjnë një vlerësim të pronës pas një obligim. Pra nuk ke obligim ndaj agjentëve tanë që duhet se s'bën të shesësh pronë me ta. Thjesht merr një vlerësim me sa të dalësh në treg që të bësh këtë që po themi, të dalësh me një çmim që të lejon pak hapësirë të negociosh dhe ti ta shesësh shtëpinë po themi brenda 2-3 muajsh, dhe jo tërësh 6 muaj apo një vit në treg se fillon edhe prona nuk është më e preferuar nga tregu, kështu që je i ose e mirë pritur për të marrë një konsulencë falas nga Real Deal Properties. Astrid, do vazhdoj dhe me... Jap dhe një përgjigje Eltonit shkurtër, sepse dolëm pak nga tema Eltonit, kërkëm dijes. Eltoni thotë se janë çmimet dhe do doja me ndru me një 2+1 dhe t'i shtoj ca kesh, pra. Si e mendon? Unë si kam qenë në të fare. 2+1, prapa rrinte metrat katror. Varet është e njëjta zonë, e zem se është e njëjta zonë, apartamenti 3+1 është, po themi, 135.000 euro, sepse është 135 metra, 2+1 është 100 metra katror herë 100 bën 100.000 euro. Do të paguash diferencë. Dhe do paguash nga 135.000 euro, do paguash 35.000 euro në dorë, por është e vështirë sepse hajde gjeje një person tani që do një 2+1. Shikoj, dikush është rezerva ime aty që shtëpia e madhe 3+1 i pranon çmim për metër katror më pak se 2+1. Edhe kjo është e vërtetë, hiku ky element, është e vërtetë, sa më e madhe tjetë sipërfaqja, aq më shumë është volumi dhe sado që ti të llogarisësh metër katror, ti kur blen volum ti ke kaq buxhet kam, nuk rritoj nda. Kam 100.000 euro, 50.000 euro, do marrë ca kredi etj dhe fundit i ke blok ato lekët, nuk rritoj nda për metër katror. Kështu që mbi poshtë dhe ajo. Është pak transaksioni i vështirë për të bërë sepse janë shumë pak njerëzit, pra do të jetë i koincidencë, ku di unë, shumë e rrallë që të jetë një njerëz që kërkon një 2+1 që ke ti. Edhe ti do 3+1 që kam unë. Është pak e vështirë, jo e pamundur, gjithçka ndodh. Unë sugjeroj shit atë që ke, bëj gati lekët, bli një tjetër, ndrimet janë të vështira, dorish do negociosh pafunde edhe ec ta gjesh të drejtën. Ai vlerëson më shumë tavolinën, ti vlerëson më shumë frigoriferin, nuk zgjidhet. Jam dakord dhe do do ishte shumë herë më e fituar, do ishte shumë më rekomandueshme që të shesësh atë, do jesh pozicion më të favorevole, si thuhet, më të favorshëm. Me kesh lekët në dorë, pra blej dhe bën dhe pazar me atë që do blesh, negocion dhe je më safe vetë, je më komod. Email nga Pamela. Përshëndetje, sa mund t'jepet një apartament me qira tek liçeni i thatë 100 metra katror, pamje e balkonit nga liçeni, mobilimi është shumë modern dhe cilësor, është bërë për t'jetuar vetë në apartament. Pyetje shumë e qartë nga Pamela, kështu që do t'japim dhe një përgjigje shumë të qartë. Okej, te liçeni i thatë 2+1 duhet të jetë pallati i ri, besoj. Duhet të ketë gjitha komoditetet, pra ascensor, mundësisht ketë dhe një vend parkimi, ajo që nuk shohën nuk ka një vend parkimi, aty duhet një vend parkimi që të kompletohet prona. Po ta zëm se do e marrësh me qira vendin e parkimit. Sa do jepet i një apartament? E zëm se e ke tani tek liçeni. 2+1 është duhet të jetë ky, me 2 dhoma gjumi, se varësi dhe unë se sa dhoma nduhen, se po ishte 1+1. 2+1. Unë do e gjykoja me një mobilim komplet dhe mesatarisht cilësor do jepja diku ke 350-400 euro në muaj. 400, zona e liçenit thatë ka pas një rritje këto vitet e fundit dhe shumë nga pronarët tentojnë dhe çmimet e larta. Pra, ne themi 350-400 që është realiste dhe unë ato shifra jam, po t'jetë super luks mobilimi ndonjë gjë jashtëzakonshme, ndoshta shkon te 450. Do të ketë parkimin patjetër. Po duhet të ketë parkim që ta ndihmojë të shkojnë ato shifra. Ajo që ne sugjerojmë njerëzve që japin shtëpi me qira është të vinë tek çmimi i tregut, sepse ç'a ndodh është rinë muaj të tëra në treg, pa dhe në shtëpinë me qira dhe humbasin nga kjo punë, me kokë forcin që unë dua ta jap fjala 500 euro. Dhe unë jam i sigurt, Pamela ndoshta është realiste, po Pamela do 500 për shkak 500 euro metër katror. Mendoj dhe unë. Po nuk e jep dot 500 euro metër katror dhe do rish 3-4 muaj, 6 muaj në treg shtëpinë bosh. Është më mirë ta japësh 350 deri në 400 euro në muaj dhe ta japësh rregullisht. Sekreti i qeras është që pronat të jetë plot gjithkohës. Mos humbësh asnjë javë, jo një muaj. Pra ta bësh thjesht llogaritje matematikore, shpenzime, fitime, sepse ke investuar në mobilim. Përveç blerjes, po blerja e pronës të rinë, se e ke pasuri, ajo rinë. Po investimi që ke bërë aty amortizohet për 4-5 vite. Dhe qa do të këshilloja unë, do të sugjeroja që më shumë të kualifikote pak qëramarësit që do vinë,
Jo të çmimi sa te, ku di unë, profesioni, përbërja familjare, shofi këto gjëra, pra mundësia e pagesës, të ketë të ardhura mjaftueshëm ai person që të arrit ta paguaj lehtësisht atë qiran, sepse siç e dim, siç na thoni dhe ju klientët ndjekësit e Real Deal-it, në Shqipëri nuk fitohet mirë aero në rrogë. Personi, pra një shtresë mesme merr diku ke 500 euro, 400, 500, 600.000 lek muaj, kaq është rroga. Dhe nga 600.000 lek paguash 400 euro qira, çfarë do të jetojë pastaj? Dhe duhet jemi pak përzgjedhës është një kategori njerëzish që mund ta marrin 300-400 euro, por janë CEO, drejtues kompanisë, biznese që kanë mundësi, duhet të bëjnë absolutisht. Dhe këtë do sugjeroj unë, qëndrimi me çmim të lartë në treg, përveç se i bën dëm vetes sepse humb, vend si të japësh siç the ti, 12 muaj në vit e jep 6 muaj në vit dhe 6 muaj llogariti si humbi ato lek. Mos i llogarit se është bosh dhe s'ka gjë. Fitimi i munguar. Është fitimi i munguar dhe duhet llogaritur pak si humbje. Unë do ftoja të kualifikonte pak qeramarsit. Shumë e rëndësishme kjo që të paguaj rregullisht, të mirëmbaj pronën. Unë personalisht sapo kam marrë një apartament me qera te Komuni e Parisit, pallati i ri, mobilim shumë i mirë, 400 euro me qera për të dhënë një orientim Pamela. Pash 5 shtëpia, të 5-ta kishin 3-4 muaj në treg që nuk jepeshin sepse ishin me qera të lartë. Dhe ku është fitimi këtu? Ta japësh me qera të lartë 3-4 muaj në vit, ndërkohë që mund ta japësh 12 muaj. Pjestoje për 12 muaj dhe del më pak. Përveç asaj dhe prona kur i bosh, nuk sikur ndihet nga klientët që ka shumë kohë bosh. Do të bëj pak shembullin e një klienti që kemi ne akoma jeton jashtë shtetit. Ai ka investuar te zona në dajtë sipërfreskut. Ai ka ndërtuar një dy godina shumë bukura, shumë cilësore me pamje fantastike, po është pak i aneksuar, është pak jashtë qytetit. Pra këtu e ka të, le të themi, veçorinë edhe vështirësinë. Jo çdo person mund shkojë të jetojë atje. Dhe në fillim kur i ndërtoi kishte ato pikpamjet e veta, bëri 2 vileta dhe një 10 apartamente. Shumë cilësore, investime shumë të mira. Aty ka cilësi jetese shumë të mira, ajri i pastër, larg zhurmave, pamje fantastike. Është okay. Nuk është për gjithë njerëzit, po sepse duhet të jesh automonito, duhet të jesh me makinë, duhet të jetë gjithë familja me makinë etj. Dhe më kujtohet kur i kemi dhënë apartamentin e parë me qera. I ka dhënë me çmime relativisht 500, 400, me çmime të mira sepse ka investuar super luks. Janë me hapësirë, janë plot dritë, janë shumë të mira si prona, por pretendonte diçka më shumë sepse kishte investuar shumë në ato prona, realisht. Dhe më kujtohet kur i dham me qera të parën, se tani pothuajse janë të kompletuara gjitha me qera, i thash jepe një që ta thym këtë, të hy një njeri atë që shkeli dikush, se është për marrësi. Dhe këta që kanë apartamentet bosh, do t'i thoja që filloni përdorni këtë apartament, se o e keni për ta dhënë me qera, o shkoni jetoni vetë, mos e lini në mes, sugjerimi im. Megjithëse atyre sikur kona zbuka su i thonë shqiptarët, nuk kanë për të paguar gjë, i kanë pas lekët të gjitha aty dhe s'kan për të paguar këste banke etj. Dhe këto ja drejtoj pak edhe këtyre dersave për qeramarsve që na bëjnë vretje. Tani është pronari ai që vendos, ai ka pas lekë të nejtë me ato lekë. Nuk është se ngutet me pagu këstin e mujor, që duhet patjetër ta jap me qera se përndryshe s'ka lekë të japi bankës. Në Perëndim kështu funksionon. Paktën me çka kemi pa ne, që ai tjetri investohet me bankë, blen një apartament dhe bën llogari. Një pjesë të kësteve të bankës do ma paguaj qeraja. Ky është investimi që bëhet. Tani ai që ka pas i thes me lekë dhe ka blenja 10 apartamente dhe ka edhe i thes tjetër, si t'ja ulim çmimin, si t'i themi ule, ai e madhe bosh, nuk ka problem, thotë kam 10 apartamente i përdreth Chelsea kështu në dorë. Dhe okej, ne ja themi, ju garantojmë që ja themi këto. Absolutisht. Ju tham 2-3 sekretet qerasit, tjetër do ta marrim në shtjellim më të thellë qeran, se si të përfitosh prej saj, si të bësh investimin e dur, si të kualifikosh klientin e kështu me radhë. Kemi një ori pafund. Së bashku kemi 15 vite eksperiencë në industrinë imobiliare dhe mund të rrim 15 vjet duke folur. Por sot do ta ndërpresim këtu, besoj që i kthyem përgjigje disa pyetjeve. Ju lutem na shkruani në Facebook, lini koment poshtë kësaj video
ose na dërgoni email, po preferojmë të na shkruani komente në Facebook dhe Instagram që ne në videon pasardhëse në javën që vjen t'i kthejmë përgjigje sa më shumë pyetjeve, t'ju informojmë që të merrni vendimin e dur, qoftë kjo për të blerë, për të qitur, për dënë me qira, për të marrë me qira. Ne jemi këtu për të ndihmuar pa asnjë lloj obligimi nga ana juaj. Deri në videon tjetër, ju përshëndesim. Shpresojmë të ishim të dobishëm, t'ju kemi dhënë përgjigje, jo të gjitha, por jemi të gatshëm, ju mirëpresim që të na pyetni, presim me padurim. Faleminderit gjithëve. Shihemi.